Po. Ju mund të thoni, këto janë, po këta s'kan besim tek Partia Demokratike. Ata që s'kan besim tek Partia Demokratike mund të derdhen vetë në rrugë. Si që ndodhë prore. Pa ata nuk derdhen në rrugë. Ata që s'kan besim tek Partia Demokratike mund të ndiqin proteste në shoqërisë civile. Shishte e partisë. U mblodhën 10 vetë, mos çfarë tregon kjo i dashur mik? Kjo tregon shkallën e tmerrshme të frikës që kanë njerëzit. Dhe ju nuk e realizoni këtë. Kjo shumicë e heshtur është shumicë e frikësuar, gjerë në palc. E frikësuar sepse humbet vendin e punës. E frikësuar sepse i mbyllin dyqanin. Do t'jap një shembull. E kam dhënë disa herë, po jap prapë për ju. 4 javë më parë në Beograd u arrestuan 3 shqiptarë. 4 shqiptarë. Sepse njëri prej tyre kishte postuar në Facebook flamurin autoktonës, flamurin me portrete i Spaj Qemalit dhe Isa Boletinit, dhe kishte thënë disa fjalë jo të mira për Serbinë. Policia e kontrollit të medjeve sociale e dikton dhe shkojnë dhe arrestojnë në hotel. Po mos harro se të nesërmen në Shqipëri ka ndodhur ky episod. Në lagjen Astir, deputeti Klevis Balliu po shpërndante fletpalosjet për protestën. Një nga ato që merr dhe një vajzë e re, merr fletpalosje. Dhe ajo bën një foto me Klevisin, me deputetin, të cilën Klevis e hedh në Facebook. Në darkë, Klevisit i token dera. Hap derë, shef ishte kjo vajza. I thot deputet, të lutëm, thot, në hiq pak. Atë foto se i ka shkuar mami tek puna, me foto, patronazhistët, dhe i kanë thënë që ja kush është vajza jote, po merr atë dhe ose të heq, me një fjalë. Vajza e kërkon të heq. Prandaj duhet të thellohesh pak më shumë në realitetin që jetojnë shqiptarët. Ka një moment. Unë kam memorje. Me datën 9 dhjetor, nuk e harroj, kur? 24 orë. Tek studentët nuk ka shkel njeri. Kemi qenë 2 vetë dhe studentët. Jo se nuk e dini. Jo, e dini. Tirana gumzhinte. Por kishin frikë. Ndaj dhe mendoj se duhet respekti më i madh për ata guzimtarë që dalën e përballën aty. Dhe që duhen të damkosin si proteste Partisë Demokratike. Ajo është proteste shqiptarëve të guzimshëm. Në mbrojtjen më jetike të interesave të shqiptarëve. Prandaj dhe të bëjmë gjithçka që të vrasim frikën tek njerëzit. Të bëjmë gjithçka për të bindë ata se heshtja është aleati më i çmuar i regjimit. Heshtja është mbështetja më e madhe që mund të jepet atyre. Faleminderit. Ali Musaraj Vlor, doktor të përshëndes dhe të uroj shëndet. Nuk ndërhyj dot t'ju bëj pyetje live, sepse sapo kam vendosur një unaz në zemër, por ju ndjek vazhdimisht sa të marr frymë.
Kërkesa ime si Berishan 24 karat është momenti të tregosh burrërinë tënde dhe të shpëtosh Partinë Demokratike. Mbaje fjalën e dhënë kur rithemeluam PD-n dhe lejo de facto fraksionet. Saliani përfaqëson ata demokrat 15-20%, të cilët nuk mendojnë më si ju, si unë dhe si 80% e demokratëve, por ata janë demokrat dhe opozitar. Nuk duhet ja japim votat e tyre e Dvin Hajdutit. Prandaj jam I bindur se nuk do të na zgënjesh edhe këtë herë. Suksese dhe me fitore së shpejtë. I dashur Halim, së pari turoj shërim të plot dhe të shpejt. Së dyti, të garantoj se në qoftë se unë vendosa të lam me një anë dorëheqjen time pa revokim, në qoftë se unë vendosa të lam me një anë dorëheqjen time pa revokim, e bëra në mënyrë absolute vetëm për një gjë dhe për asnjë motiv tjetër. Dhe kjo ishte sepse unë kuptova dhe faktova se ish kryetari I kësaj partie kontrollohej totalisht nga Edi Rama. Kontrollohej me dy mënyra. Kontrollohej me dosje, dy dosje. Me dosjen Toyota Yaris dhe dosjen e Binjatës dhe Nik Musi. Për dosjen e dytë, ai kishte angazhuar edhe me Gonigalit. Ndërkohë, kontrollohej me para. Kontrollohej me favore që I bënte bizneseve të tij. Në këto kushte, unë vendosa të rikthehem. Kontrollohej edhe nga të tjerë, pa diskutim. Nuk mund të pranoja kur që një parti sovrane, parti kombëtare, parti interesit kombëtar të ishte fals opozit, fake opozit. Fake opozit. Nuk mund të pranoja kur që kjo parti të ishte një kukull, një fasade e Edi Ramës. Halim, me qenë se ke shtru këtë çështje, me datën 19 apo 20 prill 2021, mua në zyrë me erdhi këshilltari kryesor I Partisë Demokratike për zgjedhjet, një zotëri I nderuar, Asaf Sharif, në cilin isha takuar shumë herë sepse vinte për këshilla. Dhe më thot, Zoti Berisha, nëse Partia Demokratike nuk fiton zgjedhjet, çfarë mendon ti për një koalicion me Partinë Socialiste? Unë I them, absolutisht